Faleminderit, zoti kryetari i Kuvendit. I dëgjuam me shumë vëmendje të gjitha diskutimet e kolegëve përfaqësues të Partisë Demokratike në Këshillin për Rregullor Mandatet dhe Imunitetin, sikurse i dëgjuam me shumë vëmendje të gjitha ndërhyrjet e përfituara nga hilja e Ninit 50 rregullores për replik, edhe pse e dim gjithë që apo për procedurë, sepse vërteta është tërësisht ndryshe. Ne jemi shumë dakord që ju nuk jeni dakord për të rënë dakord me ne. Ne e dim fare mirë sikur gjithçka të kishim sjell ne këtu, që të them të drejtën, ka pas marrë mirëkuptimin tuaj 4 vite më parë. Hapini proces verbalet e konferencës kryetarëve kur e kemi iniciuar për herë të parë këtë çështje. Aso kohë ishte zoti Rushaj kryetar i grupit parlamentar dhe folëm për domosdoshmërinë e një qasje të re të Kuvendit e një ndryshimi që Kuvendi duhet të ketë në formësimin e komisioneve, në ndarjen e detyrave, në nevojën për t'i kthyer komisionet në salla pune e pa imagjinueshme, komisioni i ligjeve me 26 antarë. Ka vende që me 40 kanë parlamentin. Ne kishim komision e ligje me 26 antarë, imagjinoni çfarë pune mund të bëhet aty. Por nuk është kjo. I dëgjova me vëmendje edhe diskutimet tani. Dhe di si thoni ju thoni, kur ne jemi dakord, kushtetuta mund shkelet, ose shkelja nuk është antikushtetuese. Dhe dëgjova një deputet tu që ka firmosur proces verbalin në 2017, kur në 14 shtator 2017 aty ulej kryetari i atëhershëm ose drejtori i atëhershëm i Partisë Demokratike me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, brenda të njëjtës ditë u depozitua propozimi për ndryshimin e Nenit 20, brenda të njëjtës ditë ngritëm Këshillin e Mandateve Rregullores, e shqyrtuam, e votuam ndryshimin e Nenit 20. Tani, kur po ndryshojmë Nenin në 19, dhe ne kemi ardhur jo të plagosur, po të lodhur fare nga 11 maj, tani ne kjo është antikushtetuese, kjo është në shkelje të rregullores, jo, kolegë deputet. As kryetari i Kuvendit, as unë si kryetari i grupit, dhe as kjo mazhorancë nuk do të bëj asnjë hap, asnjëherë nëse ka bindjen që këtu ka shkelje. Këtu s'ka asnjë shkelje. Këtu ka një praktikë konsoliduar parlamentare, por mbi të gjitha, ne jemi në një fazë të Kuvendit që parashikohet në kapitujt 3 dhe 4 të rregullores Kuvendit që jemi në fazën e konstituimit. Ne nuk e kemi mbyllur ende konstituimin e organeve të Kuvendit. Na duhet domosdoshmërisht që sot përmbyllim kryesitë e komisioneve, që nesër të shkojmë te konferenca e kryetarëve dhe më pas të kemi përfunduar gjatë javës tjetër edhe plotësimin e gjithë institucioneve të rëndësishme të këtij Kuvendi. E prandaj, ne nuk mund të bëjmë teatr, as ne këtu, dhe nuk ju lejohet as ju të bëni më këtë teatrin që e dini pse nuk jeni dakord. Nuk jeni dakord, ju s'keni punë fare me këtë çështje, ju s'jeni dakord që kshu ju është thënë mos më qenë dakord. Por ne kemi përgjegjësi. Jemi votuar, e tha kolegu im, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, zoti Klosi, e tha shumë qartë. Ne jemi votuar për këtë agjendë. Kemi marrë një mandat që ta mbyllim në 2029 antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përpasoj, Shqipëria në Bashkimin Evropian ka nevojë për një kuvend që e përqas agjendën e vet të punës me kapitujt e marrëveshjes së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj, na duhet që sot të votojmë të gjitha ato komisione për të cilat kemi sjellë si propozim, Kuvendi i Shqipërisë ta organizojë punën e vet në 11 komisione, Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, Komisioni për Çështje Ligjore dhe Administratën Publike,
Komisioni për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen, Komisioni për edukimin, shkencën dhe sportet, Komisioni për shëndetësinë dhe mirëqenien sociale, Komisioni për burimet natyrore, infrastrukturën dhe zhvillimin e qëndrueshëm, Komisioni për drejtat e njeriut dhe mjetet e informimit publik, Komisioni për bujqësinë, ushqimin dhe zhvillimin rural, Komisioni për kulturën, turizmin dhe më në fund Komisioni të ketë punë vetë diasporën, Komisioni për Europën dhe punë të jashtme, Komisioni për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Tani dëgjova pafund. Keni shkrirë Komisionin e Integrimit? Nuk e kemi shkrirë Komisionin e Integrimit. Përkundrazi. Sot e 20 vite më parë, në këtë sallë kemi pasur një rregull, po ta mbaroj, se ti e fundit që flet për integrimin duhet jesh ti, po çështje tjetër. Do kemi kohë të flasim. Kemi pasur një nen të rregullore, një turp i madh, që thoshte që kur je antar i Komisionit të Integrimit, nuk quhesh antar, mund të jesh ku dush edhe vend tjetër. Do me thënë që është i komision i dorës dytë që edhe je dhe s'je. Ndërkohë që do shkrihet ai nen sot, do shkrihet. Do ta shkrim atë nenin sot. Dhe ne po i japim, është pika 3 nenit 19, se helbet edhe do mësoni. Dhe është shumë e qartë që ne jo po e shkrim. Po e ngrem në nivelin më të lartë që ky komision ka që nga 2005 kur ngrit për herë të parë. Janari 2005 ka qenë propozimi i deputetit Ilir Zela. Aso kohë. Dhe me qenë se e thoni dorës dytë, jam edhe deputeti më i gjatë i këtij komisioni në të këto 20 vite. Me i ndërprerje të shkurtër 2 vite, 2023, 2024, 2025. Dhe këtij komisioni tani do t'i japim peshën që takon. Partia Socialiste e Shqipërisë, Europën dhe punët e jashtme i shef bashkë. Ju ndoshta këto dyja i shihni veç. Sepse edhe fushata e fundit tregoi që ne kishim dy qasje të kundërta. Ne kishim një qasje ku Europën e kishim në qendër të vëmendjes tonë dhe të objektivit tonë. Ju Europën nuk e përmendet, madje edhe diskutimet e sotme treguat që ne kemi pritshmëri të ndryshme. Pritshmëritë e kësaj sallës ose kësaj pjesë së sallës ashtu që i mbyllim negociatat brenda 2029, edhe Marta Kos, edhe Ursula von der Leyen, edhe Antonio Costa mendojnë si ne. Madje edhe një mik i vyer si Manfred Weber mendon si ne. Kryetari, presidenti i grupit i IPP-s, ju mendoni ndryshe. Tani ti sishe këtu në mars të 2025-s, ti sishe këtu. Ne u a tham çdo thoni ju. Edhe ju kështu do thoni edhe në shtator të 2029-s. Një lloj, nuk ndryshoni ju. Dhe pastaj fajin ua kemi ne. Prandaj zoti kryetari i kuvendit në respekt edhe të rregullores kuvendit, edhe të praktikës së konsoliduar të këtij kuvendi sa i përket vendimeve, rregulloria është një vendim i rëndësishëm, ndër më të rëndësishmit, por është kompetencë e plot e sallës kuvendit për të vendosur. Ftoj në respekt sa rregullore të kalojmë në votim në mënyrë që t'i hapim rrugë konstituimit të plot të organeve të kuvendit. Faleminderit gjithëve, na vaf mbar dhe herë.